Nderuar miq, mirëmbrëma, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë transmetim të drejtë për drejtë televizionin Fox News në emisionin e përjavshëm nga Kalaja. Faktikisht shumëta kanë qenë temat, por kjo është një temë importuar që na vjen nga jashtë brenda, që unë do doja ta trajtoja natën e sotme sepse ka shkaktuar tërmet në të gjithë atë që quhet politikë botërore. Vjen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, bëhet fjalë për deklasifikimin e disa dosjeve Epstein, të cilat besoj se ju keni ndjekur dhe kanë krijuar hilaritet në disa raste, debate shumë të forta në raste të tjera, por sigurisht edhe një ndriçim tek disa qytetarë të tjerë. Po mundohem të jap gjithë sentimentet atyre që kam lexuar edhe në rrjetet sociale, se si e kanë trajtuar pikërisht këtë çështje, e cila më saktë po transmetohen në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por stërkalat e këtij vullkani kanë arritur edhe në Shqipëri. Për diskutuar për këtë temë, unë kam të ftuar 3 persona, të cilët mendoj se janë të aftë për ta dekriptuar gjithë këtë temë, ndërkohë më vonë në pjesët e tjera të emisionit, unë do kemi të ftuar dhe dikë tjetër. Pa humbur kohë, do doja të prezantoja zotin Kastriot Çipi, regjisor dhe gazetar. Mirëmbrëma, Kastriot. Mirëmbrëma, faleminderit. Faleminderit. Në krahun tim të majt kam aktivistin Sevin Serjani. Mirëmbrëma, Sevin. Mirëmbrëma, Olon. Dhe zotin Altin Goxha, avokat. Mirëmbrëma, avokat. Mirëmbrëma. Me ty do doja të nisja këtë emision. Si e ke parë ti avokat këtë dhe a e prisje, sepse shiko, ti jemi realist, ne në fushat elektorale të Trumpit, pra në 2024, prisnim lajme të tilla, apo jo? E kemi deklaruar këto? Po? Mund të kujtoj një detaj të vogël që për t'i dhënë përgjigje gjithë pyetjeve, mund të referohem një teksti që kam shkruar rregullisht për shumë vitesh në rrjetet sociale, që është një citat i marrë nga Stanley Kubrick, regjisor i madh që e vran vitin 1999, kur ai deklaron Nicole Kidman, kur ajo e pyet gjatë xhirimit të skenës famshme të Ice White Shot, të një rituali satanik seksual, që në atë film njerëzit mund ta kujtojnë me Tom Cruise dhe Nicole Kidman, kur Nikola duke e parë skenën që po xhironte Kubrick në vitin e Rothschildve, e cila nuk ishte me Rothschildve prej vitesh, prandaj kishte marrë dhe skenë xhirimi, e pyet, me të vërtet i bëjnë këto gjëra? Pyet ajo, me atë skenën e ritualit satanik seksual të orgjisë. Dhe ky i kthehet dhe i thot, Nikoli thot, kjo botë drejtohet nga pedofilët. Unë kam shumë vite që e citoj këtë shprehje, sepse mendoj unë në gjithë kërkimet që kam bërë dhe leximet, Stanley Kubrick e ka vrarë pikërisht për këtë film. Dhe ai film që ne kemi parë nuk është i plot, i mungojnë 21 minuta. Pasi ata e vranë pikërisht që të fusin duart në filmin e tij, pikërisht ata që u akuzuan në atë film. Kishte elita globaliste, elita judehe, elita frankiste më saktë, si një sekt jude, e drejtuar nga njerëzit më të pasur në botë, ku mes tyre më i famshëm është Rothschild. Dhe ata e vranë pikërisht sepse ai u referua një rituali të tillë satanik, të zhvilluar në vitin 1972, në vitin e Rothschildve në Francë, dhe sa po dolën fotografitë e skenave me maska të ballos, ku një binte në sy shumë të veçantë, përveç pamjeve satanike dhe ritualit satanik, binte në pamje fotografi që tregonin kukulla foshnjësh të coptuara në tavolinat e ushqimit. Dhe duke referuar pikërisht ritualit të Balit që quhet, Bali është një perëndi kananite për cilën Krishti ka bërë akuza, edhe profetë të tjerë para tij i kanë bërë këtyre rabinëve po i quaj, që janë të sinagogës satanit, sepse këta nuk besojnë në Zot, por besojnë pikërisht ke Bali, që në termat e eskatologjisë krishtere quhet Satani, kurse në termat e eskatologjisë muslimane quhet Dexhalli. Dhe pikërisht Bali ishte një perëndi që donte rituale orgjie seksuale dhe sakrifica fëmijësh. Ajo që më detyron t'i them gjithë këto fjalë lidhet me një të dhënë nga 4 milion faqet e dosjes së Epstein, që është emri i llogarisë bankare të Epsteinit në ishull, që quhet Bal, që është perëndia e Balit. Pasi vetë ritualet që ne shohim me fëmijë, me këtë lloj skene pedofilie, japin, si thosh, mesazhin më të qartë mundshëm që këtu nuk kemi të bëjmë thjesht me nevoja seksuale, por më tepër me rituale. Po çfarë ritualesh? Janë rituale seksuale të ca njerëzve të smur, apo kemi të bëjmë me
një skem totalisht politike të menaxhimit të pushtetit që ka të bëjë me kontrollin e elitave nga shërbime sekrete dhe inteligjente që përdorin shantazhin dhe joshjen drejt pushtetit. Sipas parimit që të ecësh përpara, do të jesh i shantazhuar që ne të kemi kontroll dhe ti nuk na bën lëvizje. Në këtë lloj logjike ne shohim fytyra presidencës në atë ne shohim në atë aeroplanin e Lolita Expressit që nga emri është emër pedofilie, për shembull, unë ndonjëherë më të kërkoj në Facebook një faqe shqiptare sarkastike që quhet Lolita, dhe sa herë shkruaj Lolita në Facebook më thotë kjo fjalë është fjalë për pedofilin, kujdes çfarë po kërkon. Pra, dihet qartë që Lolita Express ishte një linjë ajrore pedofilie, ku prej disa vitesh mungon në zhdukur pilotja femër, e cila ishte një vajzë e re kur e nisi këtë pozicion si pilote, dhe nuk dihet se ku ndodhet sepse ajo ka parë shumë. Dhe jo vetëm ajo, por dhe pilotët tjerë që kanë qenë në 3 linja, në 3 aeroplan që mbante ky tipi i fuqishëm, quhet Epstein, i cili dispononte helikopter, aeroplan, jate, ndërkohë ishte kurkushi. Ishte thjesht mësues matematike. Dhe në të gjitha dosjet rezulton që ky kishte një fuqi të jashtëzakonshme financiare, që mbiu nga hiçi, dhe një nga pyetjet më të rëndësishme që ka bërë Tucker Carlson për Epsteinin ka qenë pse askush nuk e ton se si i gjeti ky parat që u bë kaq i pasur dhe kaq i rëndësishëm. Dhe qartas lidhjet e tij me Izraelin bëjnë me dije në gjithë formatet e informacioneve që kanë dalë, dash ato fake, dash ato reale, dash ato të verifikuara, dash ato të paraverifikuara. Tash në Amerikë vetëm 6% e njerëzve nuk besojnë që ai ishte i lidhur me shërbime sekrete. Ndërkohë që po të shohësh gjithë dhënat, mënyrën se si kanë funksionuar informacionet, qartas dhe vetëm një shërbim sekret mbrapa tij, quhet Mossad. Okej, Kastriot, do doja edhe nga ti një sentencë parë për një publik që nuk e njeh akoma çështjen. Çka ka ndodhur? Me pak fjali. Ka ndodhur që një njeri mediokër që nuk ka mbaruar as universitetin, në mënyrë shumë të çuditshme ka filluar të punojë si profesor matematike, që as në Shqipëri nuk fillon dot, në shkollë të mesme. Aty ka pasur ca probleme sepse janë ankuar disa studentë ose nxënës më saktë, se flasim për shkollë të mesme, për sjelljet e tij jo fort të pëlqyeshme, dhe ka pasur natyrisht dhe reagim nga prindët. Drejtori është detyruar ta largojë. Nga ky moment, në vend që ky njeri të shikohej më me shumë dyshim, pra për ngacmime seksuale ndaj të miturve, kujtojmë që në Amerikë nën moshën 18 vjeç është krim të kërkosh marrëdhënie intime me një të mitur nën 18 vjeç. Dhe ky njeri, pa pasur asnjë farë ekspertizë financiare, çuditërisht na del një ditë këshilltar i rëndësishëm i fondeve të investimit. Fondet e investimit janë ca arka parash, ku mblidhen parat atyre që kanë shumë para, por nuk kanë se ku të investojnë, dhe jeni një njeri që është ekspert, dhe ai thotë, ti ja ulon më ke dhënë 5% të këtij që un kam, do ta hedh këtu, do marrësh 5% fitimet që un do marr atje. Ti je i kënaqur sepse s'ke rrugë tjetër për të fituar më shpejt se të më sigurt. Por kjo kërkon ekspertizë, të dish se ku të investosh, ku të shesësh, ku ka rrezik, ku nuk ka, të parashikosh çfarë të ndodhin treg, kërkon shumë ekspertizë që ky nuk e kishte. Po. Ndërkohë ky përparon në mënyrë shumë të çuditshme në karrierë, zëmiqësira të çuditshme me njerëz të famshëm nga të gjitha fushat, njerëz të modës, të botës spektaklit, të medias, politikan, derisa vim tek arrestimi i tij i parë, rreth 20 vjet më parë, ku akuzohej për marrëdhënie seksuale me të mitur, shfrytëzim të mitur për prostitucion dhe trafik. Vepra shumë të rënda penale në çdo vend të botës, këto janë vepra që të kalbin burg. Çuditërisht Epsteinit i ofrohet një marrëveshje që në anglisht quhet sweetheart deal, marrëveshje gjenerositeti. Mund ta shqipërim marrëveshje mjalti, domethënë që s'bëhet fjalë për inate, për hakmarrje, por bëhet fjalë për marrëdhënie mjalte qumësht midis palëve. Epsteini shkonte në një burg ku ishte detyruar të paraqitej në ora 10 darkës. Dhe ishte i lirë të dilte në ora 6 të mëngjesit. Pra vetëm flinte në burg. Kishte shofer personal, shkonte në punë, hapte dhe mbyllte biznese vazhdimisht gjatë gjithë kohës, takonte këtë donte gjatë ditës. Ndërkohë që të gjithë viktimat që ishin paraqitur deri në atë çast, sot lista e viktimave është shumë e gjatë, po flasim përpara 20 vjetësh,
Sipas ligjit duhet të njoftoheshin. Pra ç'a ndodh? Prokuroria kap një trafikant. Po ky trafikant i ka dëmtuar ca njerëz, ca të mitur. Ti mund të bësh marrëveshje me trafikantin, që ai të tregojë, të bëhet bashkëpunëtor i drejtësisë, edhe ti t'ia ulësh dënimin, ose ti heqësh një pjesë të akuzave, ti lësh një pjesë të akuzave. Po ti je i detyruar në bazë të ligjit të njoftosh personat e dëmtuar. Personat e dëmtuar mund ngrihen dhe thonë, jo më vlla, unë nuk dua ta fal këtë. Pra ato që më ka bërë mua, unë nuk e fal. S'dua para, s'dua marrëveshje jashtëgjyqësore unë me të, po as ti si prokurori nuk e bën dot. Personat nuk kanë njoftuar fare. Okej. Vite më vonë, prokurori që e ka pasur këtë çështje, Alex Acosta, më vonë ministri i transportit i qeverisë Trump, pra ministri i emëruar nga Donald Trumpi, thotë që unë nuk guxova të shkoja më tej me Jeffrey Epsteinin sepse të gjithë më thanë lere sepse është i Mossadit dhe i CIA-s. Dje ka dalë që një nga personat që ja ka thënë këtë gjë, madje i ka bërë presion që ta mbylli çështjen e Epsteinit, është Alan Dershowitz, një avokat shumë i famshëm, çifut sionist, mbrojtës i kauzave sioniste në Amerikë. Pra, kemi të bëjmë qartasi me dështim të drejtësisë, dhe natyrisht që Drejtësisë amerikane. po, drejtësisë amerikane. Kur një njeri i tillë, trafikant, manjak seksual, pervers, që mund të ketë bërë padyshim me deritë satanike, mund të përfshirë edhe në vrasje të miturish, në dhunim, në torturë përpara vrasjes të miturve. Mund të ketë bërë të gjithë ato që mund i kap dhe ato që nuk i kap mendja njerëzore. Kur bie njërë në rrjetën e drejtësisë dhe del kaq kollaj sa ç'doli ky, bëhet më i keq. Bëhet më i guximshëm, bëhet më i paturpshëm dhe e zgjeron rrjetën e influencës. Ato takimet me Clinton, ky ka bërë pas arrestimit të parë. Pra, në qoftë se do të ndodhte në Shqipëri për shembull, do të dilte, s'po them për Auloni, s'është derse, po them Kastriot Çipi, do të dilte pedofil. Gjëja e parë që do të ndodhte Aulon Kalaj nuk duhet thriste më këtë emision. Sa do pak të dënohesh au. Absolutisht po. 6 muaj, 3 muaj me pak prova, me shumë prova do thoshte më mirë larg. Ndoshta do më fliste në rrugë, po do të thoshte shikoj, nuk të marr dot emision, nuk është e qartë historia jote. Këti si ka ndodhur asgjë. Si Ky ka shpjegohet pas Kastrioti? sepse pas ti ka qenë Mossadi. CIA është përdorur për të mbyllur gojën prokurorët amerikan. Po ky ka qenë aset i Mossadit. Qartë. Sepse një aset i Mossadit është i interesuar të përgjojë president amerikan, të regjistrojnë video, të fusë në skena komprometuese në seks me të mitur, në për avione, në për ishuj ekskluziv që i kontrollon të ky, dhe që përdoren më vonë për shantazh që këta president apo politikanë të tjerë, senator, antar të dhomës përfaqësuesve, të votojnë apo të marrin vendimet që i interesojnë klikës sioniste sot në pushtetin Izrael. Izraelit. Okej. Patjetër. Sevim, edhe nga ti një ndoshta diçka më tepër çka ke parë këtë kohë ose nga informacioni Atëre, që nuk u tha nga po, bash. siç tha edhe Kastriot Çipi, Epsteini ishte një personazh i cili vinte nga hiçi për të bërë pastaj ai karremi që do peshkonte dhe do mbante në tiro, po themi gjithë politikën amerikane. Jo vetëm politikën, por dhe median dhe në fushën e artit. Pra ka qenë ai element i cili krijoi atë frikën dhe sidomos pas vdekjes së tij në 2019 deri tani ka pas shumë aludime, siç edhe aludimet janë akoma më të mëdha kur dosjet janë hapur, sepse ka një amulli informacioni i cili nuk ka një lloj filtrimi, shohim personazhe përtej Amerikës që përmenden aty, shkojmë edhe tek ish presidentja e Kosovës, por këto nuk jo detyrimisht janë fakte që mund të përdoren si kundër për një çështje, për një vepër penale të bërë nga njëri apo nga tjetri. Çfarë do thotë? Kjo amulli e ndërtuar në këto momente normalisht që nuk dihet se si do marri. Pra nuk dihet në kuptimin e fjalës që do dëmtoj sionizmin apo do dëmtoj klasën politike amerikane ose the American First. Amerika e para, pra ky grupimi i ri që po ndërtohet. Mos harrojmë që jemi në 2026 dhe në Amerikë është vit elektoral, që do thotë që kjo dosje tashmë e hapur ose kjo kuti Pandore e hapur, normalisht do ketë efektin e vet. Do ketë efektin e vet, do të jepet kohë, besoj është kohë mjaftueshme deri në zgjedhjet parciale që ka në Amerika, për të deshifruar dhe për të parë se kush nga grupimet do dëmtohet më së shumti. Po unë gjykoj që
Falë, pse mendon që do dëmtohet grupimi America First Baga? Jo, nuk po them se, domethënë, unë hedh një supozim që duke qenë shamulli tani dhe ne nuk mund të kemi një projekcion të drejtë se çfarë, domethënë kush do jetë më indikuar për tu shpërbër. Por gjykoj që nuk është pa kast hapja e dosjes e Epstein në këto momente. Dhe kjo është në favor të American First. Okej. Këstriot? Ka nisur prej kohësh një debat shumë i madh në gjirin e Partisë Republikane. Njerëz që deri dje kanë mbështetur fuqimisht Trumpin për shkak të qëndrimit të tij ndaj Gazës janë distancuar. Dhe kanë filluar të vënë pikpyetje, ti them të emrat, të vënë me pikpyetje pikërisht mbi mesazhin kryesor të Trump, Amerika e para. Dhe thonë, është Amerika e para apo është Izraeli i pari dhe pastaj është Amerika? Miga po maga pra. Sepse këta njerëz nuk duan që politika e jashtme e Shteteve të Bashkuara të diktohet, as të ndikohet politika e brendshme më së pari, pastaj edhe e jashtme se. Te politika e brendshme nuk ka diferenca të mëdha, është vetëm problemi i censurës. Shiko, këta që kanë mbështetur Trumpin, që sot janë ndarë në dy kamre, marrin njerëzit publik. Po. Këta që bëjnë podcaster, influencer. Po. Ke Mark Levin në një krah, me Ben Shapiro, krahun tjetër po marr vetëm 4 emra. Tucker Carlson edhe Candace Owens. Në çështjet e tjera këta nuk ndahen. Për sa i përket agjendës LGBT këta janë bashkë. Absolutisht. Që nuk duhet pranuar, duhet shtyrë, duhet refuzuar. Gjithmonë është ke miga po ke Por maga. alarmin e klimës këta janë prapë dakord. Që është alarmi rrem dhe që nuk duhet shkatërrohet ekonomia amerikane me pretendimin se po shkatërrohet planeti. Pika ku këta ndahen është qëndrimi ndaj Izraelit. Pikërisht. Dhe qëndrimi ndaj Izraelit ka ardhur ky debat sot sepse Trumpi ka zgjatur zgjidhjen e çështjes së Gazës, po ta kishte zgjidhur siç premtoi në fushat. Megjitherë sot nuk do ekzistonte ky debat. Mbase nuk do kujtoheshin për problemet e tjera që kanë ekzistuar dhe më përpara, që jo detyrimisht lidhen direkt me Gazën, se ndikimi i politikës së Izraelit mbi politikën amerikane me lobim apo me agjentur nuk ka filluar sot, nuk ka filluar as me Epsteinin. Është shumë i thellë. Po Tucker Carlson dhe Candace Owens e të tjerë nuk e kishin të shqetësim deri në 2025. Më fal, deri në 2024. Nuk thoshin që Amerika e para po kujdesti Trump, Amerika para Izraelit. Nuk thoshte njëri në fushat Amerika para, nuk kuptohej kjo që ishte Amerika e para. Gaza pra ka pasur një efekt shumë të madh sepse ka shërbyer si radioaktivitet, si rrezatim, ishte edhe një shpjegim, ishte edhe një jashtme dhe ka zbuluar ca të vërteta. Altin, te ky debat që jemi tani. Ka një histori çik më të ndërlikuar në raport me djathtën dhe të majtën amerikane, raport me sionizmin nga një ranë, por dhe kontrollin jude mbi Amerikën nga ana tjetër, që kjo është shumë e rëndësishme. Jo, fal, para se të shkojmë te kjo, e prek kjo dosje Partinë Republikane, presidentin Trump. Atë po shpjegoj. Dhe deri në çmas në asë. Unë besoj, pavarësisht se duket shumë fantazioze teoria ime, për shkak se njerëzit kryesisht i marrin informacionet nga mediat dhe mediat të ndara në majtas djathtës apo sioniste antisioniste në forma të ndryshme, japin një lloj interpretimi të ngjarjeve që mua nuk më përputhet fare me rezultatet. Për shembull, nëse flasim për grupin anti-sionist, ne në fakt do të rindërtojmë fjalinë jo anti-sionist, po anti-AIPAC. Pasi vetë sionizmi është pjesë e AIPAC-ut. AIPAC-u është një bashkim i të majtës dhe djathtës lobiste jude në Amerikë, që përfshin si Ligën kundër shpifjes, që është komplet monster sorosiane si format, dhe nga ana tjetër edhe grupet pro Bibi Netanyahut. Pasi është një kontroll i judeve që kanë mbi Amerikë që në vitin 1934, në momentin që ata për herë të parë futën në duar shtetin amerikan. Deri në vitin 1934 nuk ishte asnjë jude që të ishte pjesë e administratës së lartë amerikane. Për herë të parë është Morgenthau dhe ai bëri atë revolucionin e madh jude mbi financat e Amerikës, që pasi ishte krijuar Federal Reserva, ky i taksoi amerikanët duke u marrë dhe floririn, duke ja shkatëruar edhe si thosh raportet që kishin me pasurinë, duke futur për të parë taksat në Amerikë që nuk ekzistonin përveç në rast të luftrash, ka gjithmonë në nivel federal. I pari që guxoi të përballej me këta quhet Kennedy dhe e vran. Ai deshi që të bllokojë AIPAC-un, deshi që të bllokojë Federal Reservën, deshi që të bllokojë armatimin atomik të Izraelit dhe të shtrirronte Amerikën nga ky kontroll. Ata e vran dhe vllajën e vet e vran pak më vonë
kur ai pretendoi të vazhdonte rrugën e vllajt, që është Bob Kennedy. I biri i tij sot është Claudiati Trump në botën e në përballjen me korporatat e shëndetit dhe ushqimit, që është një nga krizat më të mëdha në historinë e botës, ajo që ka ndodhur në Amerikë në fushën e shëndetit. Këtu Trumpi në gjithë këtë histori, qartas, është një person shumë i pjekur, që nuk është më ai 2016-2020-s. Dhe në 2020 ai u bind dhe kuptoi që ata që rrëzuan ishin po ky lobi i fuqishëm jude. Dhe në vitin 2020 deri në 2024 Trumpi kapi Partinë Republikane, duke ndjekur çdo lloj pune të pastër dhe të pisët që mund të bëhet në politikë, për shkak të objektivit maksimal për fituar zgjedhjet. Dhe në krah të tij ishte Tucker Carlson, i cili sot është krau djathi Trump në botën e antisionizmit apo të antikontrollit jude mbi Amerikën. Dhe ai bën policin e keq Tucker Carlson dhe ka krijuar një koalicion të jashtëzakonshëm influencë republikane, konservatore në Amerikë, tashmë po kalon dhe majtas, që do thotë po bën një koalicion të madh kundër kontrollit jude të Amerikës, duke mbledh antisionist të ekstremit të majt, duke mbledh ekstremin e djathtë, të qendrës, ku ka anti-jude, në sensin politik të fjalës, jo në sensin që mund të keq kuptohet si një lloj antisemitizmi. Dhe në këtë logjik, vetëm para 2 javësh ne pam Tuckerin në zyrën e Donald Trump, që ishte një nga mesazhet më të rënda që mund të ketë marrë shpullat më të mëdha që mund të ketë marrë lobi jude në Amerikë, për faktin se ai ishte shpallur antisemiti i vitit. Dhe ishte aty si bashkëpunëtori i Trumpit, pasi Trumpi dhe Putin kanë si ndërmjetës Tucker Carlson, për të rivendosur rregullat e reja të lojës në botë. Si përthehet kjo në rastin e Epstein dhe me dosjet e Epstein në Amerikë? Lufta reale që po ndodh në Partinë Republikane Amerikane është gati një luftë civile, mund ta quajmë. Sepse ka të bëjë me zgjedhjet e vitit 2006, që ka të bëjë kush kanë kongresmen do arrin të kalojnë filtrin primareve, pastaj filtrin e zgjedhjeve. Po njëta lojë po zhvillohet nga po ky grupim që bën policin e keq që Tucker Carlson edhe ke majta amerikane, për të favorizuar ata të majt që nuk duan me ditë më për AIPAC. Në gjithë të lloj skeme të madhe që po luhet, qartas njerëzit që kanë kërkuar më shumë të hapen dosjet e Epstein kanë qenë tipa si Tucker Carlson, të cilët apo Elon Musk, që janë po të njëjtën fuqi të krah djathtë Trumpit. Edhe vetë sherri Trump, Musk ishte një rrenë e vërtet, por mos harrojmë që ai sherr kishte si çështje dosjet e Epstein. Ishte gjitha fake. Trump e di shumë mirë që nuk mund të fitojë Amerikën, nuk mund të sillojë Amerikën pa shkatëruar shantazhin që bën lobi jude nëpërmjet tipave si Epstein që janë asetet Mossadit dhe kontrolli total jude mbi Amerikën, ku gjithë Kongresi, Senati kontrollohen nga ata. Dhe nuk do që të ketë fatin e Kennedy. Dhe po ta shohësh me vëmendje, vetë dosjet lidhen me një kohë presidenciale të Trumpit. Epstein u dënua në kohën që Trump ishte president. Epstein ka pas si një nga personat që ka deponuar në FBI kundër tij Donald Trump 2008. Pasi ai preu marrëdhëniet që kishte me të si komshinë Mar-a-Lago, që në vitin 2002 Donald Trump. Aty diçka 2002-2003. Dhe po ta shohësh Donald Trump në këtë histori që ka publikuar gjithë këto dosje, në fakt po nxjerr lakurish gjithçka dhe këtë e shpjegoi dhe Elon Musk. Di vetëm dje. Në një status jo të shkurtër, ku ai shpjegoi që mos harroni, mund ka dalë emri aty. Po ju dini çfarë ka bërë që të dali kjo dosje, sepse e vërtet bën të lirë. Dhe unë e di shumë mirë se ç'pasoja ka mos publikimi këtyre dosjeve, sepse në fakt publikimi i dosjeve nuk është ajo që ne shohim. Publikimi i dosjeve është diskreditimi total i Mossadit si një institucion jo qeveritar, një institucion përtej shtetëror, parapolitik, i cili luan një lojë kontrolli mbi Amerikën. Dhe të shpallësh dosjet Epstein do thotë godasësh direkt Mossadin, sepse nga do që ta marrim ne, në Amerikë tashmë janë bindur gjithë që është Mossadi. Këta po shpikin spionazhi rus, ishte një idiotësi, pasi në dosjet del qartë roli i Epsteinit për të qenë kundër Rusisë dhe Putinit, në gjitha nivelet e shumë mijëve që dalin. Pra, sekreti qëndron që ne kemi disa anije, kemi flotën më të madhe amerikane që po zhvendoset nga Kina dhe vende tjera drejt Gjirit Persik, dhe nga ana tjetër ne kemi nxjerrin lakurisht të gjithë dosjet. Çfarë do të thotë nxjerrësh lakurisht gjithë dosjet? Unë do ju kujtoj gjithë shikuesve tan, për ata që kanë një moshë më të vjetër, pra brezi jon
po nuk e di për brezin tuaj, Aulon dhe Sevin, ka qenë një film quaj Oktapodi. Në mbani mend? Si se bëjmë film ikon? Bukur. Aty është Epsteini që bashkon krimin, politikën dhe financet, që quhet Espinoza, i cili është një jude, që ngjan pak të George Soros në Surrak, i cili tregon se si funksionon pushteti i këtyre mbi botën. Dhe tregon që ata mbledhin shpirtrat e njerëzve në kasaforta me gjithë mëkatet e tyre dhe i shantazhojnë ata në përmjet mëkateve, por nuk i quajnë shantazhe, po i quajnë kontrata që shiten dhe blihen. Dhe në thelb e gjithë marrëdhënia e dosjeve ka të bëjë me atë që ti nuk e shef, jo me atë që shef. Çdo thot, dosja ka vlerë që të kontrollojë ty për aq kohë sa ti nuk do që të publikohet dosja jote. Moment që dosja jote publikohet, nuk ka më vlerë dosja, o mbet vlerën, mbase mund ta mbash vlerën edhe ti për shkak të dosjes, por kjo i bën gjithë të lirë, sepse shantazhi që kontrollon bie, sepse nuk ka më vlerë, ka dalë. Dhe kur ti nxjerr të gjitha palarat në shesh, kjo çliron Amerikën nga shantazhi dhe kontrolli dhe klasa politike amerikane. Dhe kjo është një nga lëvizjet më të jashtëzakonshme për të goditur pikërisht ata që nuk donin këto dosje të hapeshin. Kush ishin ata që nuk donin këto dosje të hapeshin? Izraeli, Mossadi, lobi jude. Pse? Sepse po të hapeshin këto dosje, ata diskreditohen nga njëra, tregon një veprim armiqësor ndaj Amerikës për të marrë kontroll klasën politike amerikane, dhe nga ana tjetër nuk kanë më se ç'përdorin. Dhe Trump vetëm 3 ditë më parë deklaroi se, ose më saktë, vetëm 4 ditë më parë u mor vesh dhe 3 ditë më parë u deklarua që Trumpi ishte gjithkohës negociata me Iranin. Për të gjetur gjuhë dhe vetë Khamenei dje doli në publik dhe tha, po jemi duke negociuar me Amerikën. Okej. Do të shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi për pjesën e dytë të misionit me të njëjtën temë, por me disa pyetje tjera më të avancuara. Publicitet. Jemi rikthyer në studio, të nderuar miq, për pjesën e dytë të misionit. Kastriot, është i përfshirë Donald Trump te ky skandal apo jo? Drejt për drejt nuk është, sepse po të ishte do kishte dalë, qofse ka dokumenta që fshihen, unë këtë nuk kam gata të. Jo, më aq sa ke parë pra. Jo, në dokumentat që kanë dalë, jo. Madje është thënë që në fillim që Donald Trump në një rast del shumë pozitiv, sepse e ka përzënë nga Mar-a-Lago, nga klubi i tij Epsteinin, për shkak se e kanë sinjalizuar që po sillet keq me po ngacmon vajza të mitura. Unë besoj që Trump mund të bëjë shumë gjëra, por nuk besoj se është pedofil. Ky është instinkti im, se prova nuk kam përgjuar jetën private të Donald Trumpit. Përshtypja ime është që nuk është pedofil. I pëlqejnë femrat, po patjetër, që i pëlqejnë. Nuk i pëlqejnë meshkujt. Kam parë që ka pas akuza. I pëlqejnë të reja, të mitura jo. Okej, se vim të njëjtën pyetje kam dhe për ty. Si e shikon deri në këto momente flasim, pastaj do pyes deri në këto momente, domethënë është e qartë që Trumpi nuk është pjesë e kësaj dosje. Pra, jo në mënyrë të drejtë për drejtë. Që do thotë, unë thash, është tepër hamulli në këto momente sepse është informacion i bollshëm, janë rreth 3 milion dokumenta që kanë dalë dhe normalisht këto klasifikohen edhe duke ju referuar, sepse ky është edhe, le të themi, ajo që përdorin mediat për ta inkriminuar Trumpin, është sa herë përmendesh ti në një dosje. Ti mund përmendesh 200 herë, mund përmendesh për mirë apo mund përmendesh për keq. Kjo nuk shpjegohet sepse është volum i madh për të pasur neve një rezultante konkrete. Por ama unë mendoj që në 2 muaj në vazhdim, 3 muaj në vazhdim, absolutisht që do kemi një qartësi duke u referuar fakteve konkrete dhe jo duke u referuar, po themi, atyre sa herë të jetë cituar në këtë arkiv dosjesh. Unë mendoj se lëvizja për hapjen e dosjes e Epstein në këto momente mendoj se është ajo që rezultati do jetë, dhe siç e tha dhe Altini, që përfundimisht do pastrohet kasta e vjetër politike amerikane, pavarësisht kjo e majt apo e djathtë, dhe po bën gati pikërisht atë futjen e frymës së re me njerëz mbase të pashantazhueshëm dhe për të krijuar pastaj nga të dyja krahet një lloj rigjenerimi që është e nevojshme fakt edhe për Partinë Demokratike Amerikane, sikurse edhe për Partinë Republikane, që tashmë them se do jetë ajo që do gëzojë jo vetëm pushtetin e 2 viteve më vonë, por edhe në një mandat tjetër
4 vjeçar në drejtimin e Amerikës. Altin, të njëjtën pyetje kam. Është i përfshirë Trump sipas teje te këto dokumenta dhe çfarë po ndodh tani? Kam parë që ke qenë duke replikuar me shumë njerëz. Po, e kam marrë me nge këtë punë se e di që të njëjtën gjë kisha edhe 2016 të udhëzime gjithë urrëcit e Trumpit që ishin shumica totale e popullsisë në atë kohë se thonë Trumpi është me serbët kundër Kosovës. Dhe çukur edhe Trumpi, dhe veç mira ka pa Kosova nga Trumpi dhe veç këqija nga administrata Biden. Unë mund të them me plot gojën që Donald Trump deri në këtë moment nuk ka asnjë provë, asnjë fakt që ta lidh me skandalin e Epstein. Ajo që përdore fotografitë e Trumpit me Epstein i referohen viteve 90-2000, fillimi i 2000-shit, derisa e përzuri nga Mar-a-Lago, pikërisht për sjelljen e pahishme ndaj personelit të Mar-a-Lagos, pra të hotelit Trumpit, dhe ajo që dihet dhe është e sigurt është që Trumpi ka pasur marrëdhënie që në vitet 70, 80, 90 me të gjitha kategoritë e ndyra dhe kategoritë me klasë që ka pas Amerika. Sepse Trumpi përket llojit të gangsterit në kuptimin figurativ fjalë, që jeton mes botës gangsterëve, sepse të jesh presidenti i Amerikës, po nuk ishe i hurit dhe elitarit, do ishte thjesht një kukull si këto tjerët. Dhe ai ka treguar që është një gangster, por është gangster i mirë, në kuptimin e mirë. Kuptimi është ai në krahun e dur të historisë. Dhe ai ka pas marrëdhënie me gjithë pjesën e pisë të Amerikës. Ka pas pjesë dhe me pjesën e mirë të Amerikës. Veç njohja e tij personale ka bërë që ai të arrijë këtë rezultat, se nuk mund të bësh edhe ndryshe. President një njerëz si Donald Trump. Dhe në këtë lloj kuptimi, si puna avokatit që shoqërohet me çdo lloj kriminali, dhe s'ke ç'i bën, nuk është si të tjerë që mund ta kontrollojnë, jo, po pse ishe, jo pse s'ishe. Për mua Donald Trump, marrëdhënien që ka pas me Epsteinin, e ka pas në botën e show-ut, në botën e spektaklit, ku ai ka qenë nga figurat më të rëndësishme në atë kohë, Donald Trump flas, i cili organizonte Miss Botën, Miss Universi, se më e mend një nga ato. Lidhje me atë, është Trumpi vetë i përzierë në këtë lloj aferash. Trumpi duket qartës që është një nga ato personazhe që nuk ka dalë me gjujt, se ka ngjujt në kuptimin më vulgar të fjalës. Në sensin që ka qenë një personazh i kërkuar gjithë jetës. Dhe ne e dim shumë mirë raportin e tij me femrat dhe budalliqet që i kanë akuzuar atë raport me femrat. Ajo që është e sigurt në këtë lloj historie është finalja. Çfarë del nga gjithë këto dosje? Nga gjithë këto dosje del se si është e zhytur në lum kjo elita e rëndësishme. Pra është diskredituar elita. Kush deli fituar nga ky diskreditim i elitës? Unë besoj MAGA. Kush deli humbur MIGA? Pra Make America Great Again deli fituar. Make Israel Great Again dele humbur. Pra po ta shohësh, kjo do ketë një efekt jashtëzakonshëm brenda Partisë Republikane dhe unë jam i sigurt 1,000,000% që sjellja e Trumpit pro Izraelit, sjellja e Trumpit pro Bibit, sjellja e Trumpit pro si thosh qendrimit sionist amerikan është e vetmja rrugë që ai ka pasi i bën atentatin në vitin 2025, në fakt 2024 me të korrekt, unë jam i bindur që po këta që ja kanë bëu Kennedy ja kanë bëu vetë kit. Po janë gjithmonë ata që ja bën dhe Charlie Kirk, shëndet, do të thënë vërtet, që do thotë në këndvështrimin tim, në perceptimin tim, tani ne kemi si thosh një Donald Trump, i cili po i heq petet lakrore pjesë, sepse vetë bordi i paqes Gazës është një nga ngjarjet më të rëndësishme të krijimit të një rrethimi, një koalicioni të madh musliman për të parë në histori, që e ka rrethuar Izraelin që t'i vrasë ëndrrën e Izraelit të madh. Po t'i vrasësh Izraelit të madh, do thotë t'i vrasësh Izraelit ekzistencën, sepse ai është një popull i lavazhuar nga truta e kokës që ka jetuar me ëndrrën e Izraelit të madh. Është arsye pse ekzistojnë ata aty. Dhe tu rrethosh vendin, të ndryshosh lorat e aleancave, ku ne shohim një partner të jashtëzakonshëm Donald Trump që është Turqia, që bashkëpunon ngushtësisht me Iranin kundër forcave kurde të cilat sponsorizohen direkt nga Izraeli. Duke parë që ai do shkojë në Greqi javës ose 2 javët që vijnë, pikërisht për kërkuar që Greqia të vendos marrëdhënie të mira me Turqinë, që do thotë shkatrojë aleancën Izrael, Greqi, Kipër, sepse po vendosën paqe i Greqi-Turqi, bëhet e panevojshme dhe një nga kushtet e paqes do jetë shkatërrimi i aleancës së re ushtarake mesdhetare, që është Kipro, Greqi, Turqi, që për mua është një nga aktet më të forta kundër Izraelit të Donald Trump. Në këndvështrimin tim si Altin, në perceptimin tim, në njohuritë e mia, më rezulton që ky Donald Trump nuk ka frikë nga dosjet e Epstein. Po i përdor dosjet e Epstein në mënyrë më perfekte të mundshme, sepse ati nuk janë ndjen për vitin 2028 për tu zgjedhur. Që do të thotë ne nuk kemi parë një si thosh
person, po themi si... Kjo është shumë interesante, ky moment që theteni. Besoj unë ky është thelbi i emisionit. Donald Trump nuk janë ndjen fare për 2028 personalisht. Qartë. I thonë, do t'ja rrasë gjithë që atë rrasë, ai s'do me ditë që ai do arrijë objektiva. Dhe ato objektiva do ta bëjnë, si thosh, që do krijë gjurmë në histori, për mira për keq do ta shohim se do i shkojë presidenti dhe si ai do sillet me atë. Por ajo që është e sigurt është që ne nuk kemi parë asnjë fjalë për J.D. Vance. Pyetja është pse nuk kemi parë asnjë fjalë për J.D. Vance. Ky është sekreti. Sepse kush e propozoi J.D. Vance dhe kur u propozua J.D. Vance dhe pse u propozua J.D. Vance, që mund të jetë kandidati prezidencial i 2028. Po, kuptoj. Tani kemi një fakt të miratuar publik të pranuar nga gjitha palët. J.D. Vance pranon që personat që kanë propozuar ke Donald Trump dhe i kanë bërë garant Donald Trump që shpëtimi jot nga një atentat i dytë është J.D. Vance, ka të bëjë me faktin që pse do ta shpëtonte një kandidat si J.D. Vance Trumpin nga një atentat i dytë. Pra kush i bën atentatet është pyetja. Pyetja është pse nuk hetua kurrë ai atentat. Dhe ne e dim shumë mirë sepse mund mos hetohet ai atentat. E vetmja mundësi që të mos hetohet ai atentat është pozicioni i këtij lobi që vrau Kennedy. Dhe emrat e njerëzve që kanë propozuar J.D. Vance janë eksaktësisht Tucker Carlson, Charlie Kirk, Elon Musk dhe djali Donald Trump. Njëri nga dy djem, duke e mbaj më të mirë emrin, që s'duhet ta them emrin se mos katrohet. Çfarë ndodh me këtë katërsh? Këta të katër kanë shkuar ke Donald Trump marrëveshje me njëri tjetrin dhe kanë propozuar emrin e J.D. Vance vetëm 24 orë pas atentatit. Dhe pyetja është përse Charlie Kirk që e vran dhe duket nga gjitha dhënat që këta janë basti, që e vran po këta, Tucker Carlson që është si thush i shpallur antisemit i vitit, janë persona apo Elon Musk që është njeriu që bëri më shumë nga të gjithë për të hapur dosje, i provizoi sherrin me Donald Trump. Janë persona të cilët kanë thënë që ky person është më i keq se ty, thonjza, po për kë? Është pyetja. Pra si që nga ky person më i rrezikshëm se ty, pra po të vrasin ty vjen edhe një më keq se ty. Ata që e quajnë më të keqe këtë tjetrin, pas kanë një gjë të përbashkët, cila është sepse kjo nuk është punë kalamajsh që vrasin president. Kjo është punë politike që vrasin president. Dhe në këndvështrimin tim, propozuesi Charlie Kirk që këta e vran, Tucker Carlson që propozon, dhe siç ka thënë J.D. Vance, që unë kam detyrim jete ndaj Charlie Kirk, sepse ky më propozoi për president, ndërkohë që Charlie Kirk ka shpjeguar Mos ta fal që do të ndërpreroj. Mos harrojmë edhe momenti ku J.D. Vance në tavolinën e Tucker Carlsonit e dukshëm e pranoi se kush e kishte bërë Tuckeri. Tavolina e Charlit në shtëpinë e bardhë, i intervistuar nga J.D. Vance. Që do thotë ne e dim shumë mirë qartas se kush janë palët dhe J.D. Vance nuk i ka dalë emri. Pse si ka dalë emri J.D. Vance? Se s'është, nuk i del emri, se nuk është. Çfarë do thotë kjo? Trumpi e merr të keqen thashë themit. E kuptova logjikën. Ky tjetri nuk e ka emrin. Ti po thu për 2028-ën, e kuptova. Absolutisht. Dakor. Kastriot, jemi te kjo logjikë që thot zoti Goxhaj, domethënë për mos ndoshta këto dosje hapen për 2028-ën, apo nuk shikon të perspektivë. Që thot gjitha rrufet i merr rrufe Prici, një personazh i anatemuar si Trumpi etj etj. Ndërkohë ajo që tha ty rrufe Trumpi sepse nuk është Trumpi pedofil. Po, nisëm nga ajo premisë, po themi deri në fund në mënyrën se si po sulmojnë etj. Mos ndoshta po përgatitemi për zgjedhjet e ardhshme. Shiko, Trumpi është akuzuar që ka dashur të mbrojë miqtë e vet. Dhe konfuzionin e ka shkaktuar vetë administrata Trump, se në fillim thanë që ka një dosje shumë të madhe që do ta hapin. Pastaj thanë dosja s'ka asgjë. Pastaj thanë ka vetëm ca emra kot dhe nuk ka kuptim që t'i bëjmë pis, t'i fusim nëpër thashë theme, sepse ata thjesht kanë mbledhur informacion që është i pavlerë për hetinin. Pra, kur ti del sot thua, unë e kam dosjen në tavolinë, e kam gati për publikim, të nesme thua nuk kam se çfarë publikoj, sigurisht që do ngjallësh dyshime. Sigurisht që do shkonte puna tek një kërkesë dypartjake, pra dhe demokratëve dhe republikanëve, për të publikuar, sepse tek e fundit të gjithë njerëzit që nuk janë të përfshirë direkt, duan që të hapet. Kjo është edhe çështje egoje personale. Ne këtu të katërt mund të jemi në të njëjtën parti. Unë dyshoj që ti je i përfshirë, unë s'jam i përfshirë. Do përtas unë me forcën time, patjetër. Po. Do dalësh ti i përfshirë, po punë e madhe më. Ose u zgjidh më, ti do zgjidhem unë. Politika e ka dhe këtë, është edhe garë.
Patjetër. s'do konkurrencë. Kështu që nuk mendoj se qëllimi është tek zgjedhjet e 2028-s. Kjo plasi, tani që ka plasur, të digjet kush të digjet, shpëton kush mundet. Ajo që mua më intereson, ajo që si kush e plasi? kishte folë shumë kohë Trumpin në fushat. Kishte thënë vazhdimisht që me të ardhur në zyrë do ta deklasifikoj. Se kishte folë edhe për dosjen Kennedy të 63-shit. Edhe ato do ta po tërësisht asnjëra s'është publikuar, me këto dokumenta janë të redaktuara. Asnjë dosje nuk është publikuar ndonjëherë e plot. Jo, Pra, po thoja- mendoni që do hapet dosja Kennedy me qenë? Jo. Jo, e plot kurrë, jo. Mund ta kundërshtoj pastaj. Po, patjetër. Sepse duhet të rishikohet gjithë sistemi në Amerikë nëse hapet dosja. Pra bie sistemi. Pjesë sistemi, po, duhet Qartë. shpikur një sistem tjetër. E kuptova. Duhet një reset. Rrim pak te kjo zgjedhjet e 2028-s. J.D. Vance e shikon si pasues Trumpit? Po natyrisht gjithmonë zvendës presidenti shikohet si kandidati numër 1 për president kur presidenti Trump. Me çfarë një nga djemtë të Trumpit. Jo, nuk e besoj. Është shumë herët për të folur për një nga djemtë të Trumpit si president. Mund të jesh djali i Trumpit, po të duhet dhe karrierë e jotja, s'mund të vish drejtën president. Trumpi që ishte atje kishte moshën dhe kishte kohë që ishte personazh publik, nisi një fushat spektakolare brenda partisë vet, nga i fundit në sondazhe doli i pari duke lënë mbrapa një 10-12 vet. Po. Kështu që nuk e besoj se është akoma momenti për, ose të paktën nuk i shok të jenë djemtë të Trumpit kaq aktiv politik sa që të mendoshin nesër. Edhe një pyetje dalin kandidat. historinë për Nuk është shumë larg 2028, ha? Jo, nuk është shumë larg, ne këtu do jemi. Prandaj po them. Me zotin larg gjithmonë. E shikoni, e keni ndjek këtë iniciativën për shkarkimin e presidentit Trump? Impeachment. Për çfarë? Duam ta shkarkojmë nga detyra, nuk e di e këtë gjë. Trumpi është mësuar me përpjekje për shkarkim. Një Jo, tre i përballoj, sipas teje? një tre po nuk kanë votat. Bëjnë politik, siç bën këtu Berisha bën gam sigur po lufton Ramën. Nuk kanë votat, është e sigurt që nuk i kanë votat. E kuptoj. Altien, çfarë kundërshtimi kishe për Unë çfarë? kisha kundërshtim në raport me dosjet. Po? Për dosjen Kennedy apo? Për gjitha dosjet. Po? Janë 3 dosje. Në fakt janë 4. Është dosja Kennedy, është dosja 1 shtatorit, është dosja Charlie Kirk dhe është një dosje që është shumë e rëndësishme në raport me gjithë këto ngjarje që ne po shohim, që ka të bëjë mënyrën se si kontrollohet Amerika nga Izraeli. Ka dosje? Kjo është dosje, jo, kjo është dosje që mbet gjitha. Po të shohësh Donald Trump, po të shfaqet si godit si dosjes së Kennedyt, godit si dosjes Charlie Kirk, godit si dosjes së 1 shtatorit, ka marrë punë, ka kry punë. Veç me evra. Po ata që kanë frikë që të publikojnë dosjet, që janë të njëjtët. Edhe në rastin e Epsteinit, këtë, presioni vinte gjithmonë publik nga ky lob. Dhe Trumpi ka qenë shumë i qartë në këtë histori, që bënte sikur nuk donte, në fakt i kishte kthyer në agjent absolutisht të sigurt. Fushatët e bëri me këtë dosje. Po. Tani e dinte ai që kishte fytyrën vetë mrena? E dinte. Po. Kjo Kundërshtarët po pra, kundërshtarët e vet nuk thanë kur do i publikojmë dosjet, se e kishin dorë i publikonin që atëherë apo. Po tjetër. Dhe po ta shohësh në këtë dosje nuk po e shohim shumë Bidenin dhe Kamalën, që thuaj se po prekeshin ata vetë në fushat. Atëherë? Do thotë që Trumpi e ka pas që në fillim plan edhe Kennedyn, edhe 1 shtatorin, edhe këtë, si goditja finale që do t'i japi fund këtij sundimi në Amerikë. Bie sistemi, tha Kastrioti. Jo, nuk bie sistemi amerikan. Me dosjen Kennedy. Jo, bie sistemi amerikan i judejve, i kontrolluar nga ata. Sepse në momentin që do publikoheshin këto dosje, Amerika do t'i shpallë luftë Izraelit. Apo ja. Tani, si mund t'i shpallë luftë Izraelit? Me një AIPAC që kontrollon gjithë Kongresin dhe Senatin. Që do thotë, në këto zgjedhje do të kemi këtë lloj betejë. Dhe Amerika në këtë moment ka probleme më të madh në raport me ekonominë, pikërisht faktin që po i hapen sy çapo ndodh. Po ndërkohë që çapo ndodh, po e mësojnë se si këta ju kanë pi gjakun, kaq shekuj. Altin, me që jemi këtu do të bëja një pyetje. Shiko, kam parë kohë të fundit disa dokumentar, po edhe kam lexuar shumë në raport me Bibin, me atë që ti thu Bibi, pra Benjamin Netanyahu. Është një personazh i cili qëndron shumë gjatë në pushtet. Pavarësisht se s'ka ndonjë popularitet madh, dim ato ulje ngritjet e veta në karrierë të tjera. Jo, ai në Izrael ka popularitet. Në her pas here edhe nuk ka pas. Dëgjoj, Sepse, domethënë, njerëz caktuar në Izrael, klasa politike edhe është bashkuar në herë për me erzu. po me elita. Më fal, jo do dalë se e kam diku tjetër perspektivë. Ky personazh që u projektu
që nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, që dilte si analist në SBA etj, pastaj shkoi në Izrael etj, u bë lider politik. Unë kam parë mënyrën se si ky i ka kërcënuar presidentet amerikan, njëri pas tjetrit. Si shtadhur dhe me ta. Në Shtëpinë e Bardhë, në Izrael, kudo që ata kanë qenë. Realisht, për një publik që na ndjek, domethënë dhe jemi të haja elementare, vërtet mendon që Izraeli sundon Amerikën tani? Për mua Izraeli është një shtet dordolec, fake, i pavërtet, i cili është thjesht një instrument i shpikur nga fuqia më e madhe financiare botërore, që është sistemi bankar i judejve në botë. Po ja pra, po Jo ta marroj. I cili e shpikën atë vend për thonë që ja ku është Izraeli. Nuk kemi ne. Në fakt për mua Izraeli vërtet është në Washington, është në Rom, është në Paris, dhe palestinësit e vërtet janë parizjenët, francezët, gjermanët, anglezët, amerikanët. Për mua, si Altin. Sepse ai është Izraeli vërtet. Kontrolli financiar, politik, mediatik, i trunit të elektorateve në gjithë perëndimin. Po si ka mundësi që nuk kanë dalë nga kjo kapje e gjatë, domethënë? Unë kam pa dhe Obamën, që lufta e dytë botërore, unë kam lexuar, s'kam ndonjë respekt shumë madh si president, domethënë. Lufta e parë dhe lufta e ka bën një përpjekje për me i gjyet Bibit. Kush mo? Po jo më janë rrena u burrët. Është një lojë që luhet Sorosi i majt, Bibi i djath. Trupi është problemi, jo duart. Duart janë vegla. Po të shohësh ti Rama në parlamentin izraelit, është dhe Soros dhe Bibi, apo ja. Sepse kështu funksionon. Edhe në Amerikë, mjafton shohësh AIPAC-un, përbërjen e AIPAC-ut, që kontrollon Amerikën, është dhe Soros dhe Bibi. Që do thotë koncepti qëndron që ky lob që ka bërë 2 luftra botërore për të vrarë krishterët me të krishterët dhe që ka shkatruar dhe linjën e mesme, që çfarë s'ka bërë në këtë botë, ky lob sot është në momentin kur mund ose t'i japi fund një civilizimit sotëm krishter. Kur them krishterë kanë për perëndimin, jo për fenë, që kuptojnë njerëzit. Po Europa, Amerika, Kanada, Australia që po përcaktojnë perëndimin, janë vende të krishterë, madje edhe Korea e Jugut ka shumë të krishterë. Pra po shohësh këtë fuqi të perëndimit po e quajmë, kjo është një fuqi me bazë krishterë. Lufta e parë e këtyre ka qenë me sinagogën e Satanit, ka qenë me historinë e tyre, ka qenë kundër krishtërimit. Problemi ku qëndron sot? Problemi qëndron që gjithë lëvizja që po bëhet në Amerikë, gjithë përplasja që po bëhet në Amerikë, është me hap syt njerëzve nga një ran, që po bën polici keq Tucker Carlson, dhe Trumpi që bën si dashuruar me Bibin. Në fakt Trumpi është ai që ka zhyt më shumë Bibit dhe këtyre se kushdo tjetër. Dhe po të kujtoj një detaj që është problemi i madh, që Tucker lufton fort për ta kthyer në vëmendjen e agjendës amerikane dhe ka hedhur 3 herë topin Tuckeri dhe ka gjyt Trumpi kundër këtyre. Të jap 3 topat që ka gjyt Tuckeri dhe i ka bërë gol Trumpi. E pari ka qenë koncepti i shkatërimit të ëndrës amerikane me ble shtëpi. Është më keq se në Tiranë. Në Amerikë i është vrarë ëndra çdo çift i 3 amerikan me ble shtëpi. Trumpi ka bërë një goditje vetëm 2 javë përpara, që ka hudhur në fuqinë më të madhe në botë. Kush është fuqia më e madhe në botë në ekonomi? Quhet BlackRock. Dhe janë disa shtojtë të si State Street, siç janë Vanguard e tjera, të cilat janë korporatat e korporatave. Këto kanë triliona dollarë dhe çka kanë bërë? Kanë shkatërruar gjithë sistemin e tregut imobiliar në Amerikë, duke bërë spekulacione që asnjë çift i ri amerikan mos ketë mundësi ndonjëherë me shkull mes më blej shtëpi. Dhe këta mbajnë gjallë parazitët e tyre. 2. Ka godit Trumpi, ka nxjerrë jashtë ligjit blerjen e apartamenteve, blerjen e shtëpiave nga këto kompani. Që do thotë i ka çliruar nga bllokimi i rritjes qerave dhe çmimit. 2. Ka godit Tuckeri, pikërisht se atë e bëri Tuckeri punën e BlackRockut që hodhi topin. 2. Tuckeri goditi konceptin e kredive studentore dhe kredive bankare, se si spekulohet nga ky sistem parazitësh. Dhe Tuckeri e tha, Trumpi e bëri. E goditi, i vuri limit, i vuri tavan. Goditi Tuckeri kartkreditin që përdori për t'i vënë borxh për herë më shumë njerëzit dhe mikrokredit. Tuckeri nxori ligje që i rregulloi. Pra kemi një lojë të policit keq, policit mirë, por në thelb shif çfarë ndodh. Trumpi ka godit themelet dhe po godet themelet do të marrë edhe Federal Reserve. Po godet themelet e të gjithë kontrollit dhe parazitizmit gjakpirës që është bërë Amerikës kaq kohë. Dhe këtë luftë do ta sjellin edhe në Evropë. Këtë luftë. Tani çështja është a është Bibi një arrogant ndaj Trumpit? Dhe njerëzit nxjerrin ca foto të Trump. Trumpi po ja zhyt Bibit, siç nuk e ka zhytur. Okej, do ta shikojmë Altin këtë moment. Sevim, po, një problemet tëndën sepse pjesën e tretë do na bashkohet aktivisti Andrea Bregu për të na treguar dhe gjithë përdjegjen që po i në vazhd të çfarë tha Altini. Po. Doja të shtoja, ka edhe një element tjetër që është çështja e
e shuarjes, po themi, ose çuarjes në një pikpyetje të ardhshme që mbase nuk po ndihet sot, por them se shumë shpejt do ketë një efekt, çështja e FMN-s edhe Bankës Botërore. Tani, FMN dhe Banka Botërore janë pjesë e OKB-s, Organizatës Kombeve Bashkuara. Që do të thotë, me nxjerrjen, po themi, në diskutim të rolit të OKB-s në tërësinë e saj, me gjithë OBSH-n, me gjithë këto për edukimin, janë diku rreth 5 kryesore që Po Amerika ka dalë nga ato. Po vetëm ke OBSH, jo ke këto të tjera. Po OBSH. Do hedhi pikpyetje edhe tek forca më e madhe që kanë që kanë pikërisht këto organizma që e drejtojnë dhe e menaxhojnë fondin OFMN dhe Bankën Botërore. Dhe kjo do shikohet më vonë, kur do thotë që do ketë një lloj çlirimi, mendoj shumë shpejt edhe tek shtetet e tjera në Europë, apo dhe më gjerë që pikërisht mbahen në superkredi nga këto organizma financiar siç janë këto dy që përmenda. Dhe kjo do ketë efekt çlirues. Pra ti mendon që Trumpi do godasë edhe këto organizme? Pra unë mendoj se shumë shpejt me këto projeksione që kanë do sepse këto kanë marrë peng disa shtete, këto kanë marrë peng gjithë botën. Këto komandojnë gjithë botën. Okej, do të shkojmë në një hapësirë publicitare, i kthemi për pjesën e tretë të emisionit, do të presim edhe aktivistin Andrea Bregu për të kuptuar për ndjekjen që po i ndodh atij, por sigurisht edhe i pjesë njerëzve. Unë vetë nuk e fus aty sepse gjyqi me Erion Veliaj do sqarohet në një moment tjetër. Publicitet. Jemi sërish së bashku, nderuar miq, për pjesën e tretë të emisionit. Siç ju thash, kam ndërruar pjesërisht panelin, i bashkohet studios time aktivisti Andrea Bregu. Mirëmbrëma Andrea. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Dhe jam dhe me avokat Altin Goxhën. Andrea të kam ftu konkretisht sepse të kam parë një betejë që po e bën, me të thënë drejtën, më duket sikur po përndiqesh. Mund na shpjegosh diçka më shumë nga kjo çështje, të kanë çuar në gjykatë apo jo? Pastaj nga ana juridike do pyes avokatin. Kur më ka ftuar herën e fundit ta ulëm, pyetja e fundit që ka qenë ato të rriqesh, më ka thënë. Unë thash, jo vetëm që nuk do të rriqem, po dhe do vazhdoj të publikoj materiale të tjera. Materiali i parë që publikova ishte kjo databazë rrogash. Gjeni Karajt, Altino Azizet, Isa Mzyret dhe të tjerëve. Vazhdova me publikim në 2 organizatave të tjera, që janë Qendra Alianca Gjinore për Zhvillim dhe Rrjeti Fuqësimit të Gruas. Menjëherë pas këtij publikimi, rreth 2 javë më vonë pas këtij publikimi në muajin nëntor, marr vesh nga ky kallëzim që më është bërë, që ky kallëzim është përgatitur që në muajin dhjetor të 2025-s, pra 2 javë më vonë pasi publikova databazën e rrogave të pjesës 2. Pasi ke qenë këtë emision? Po. Unë kallëzohem nga dy organizata dhe 2 persona, Mirela Arqimandriti dhe Ines Leskaj. Dhe këto pretendojnë që unë kam cënuar privatësinë dhe jetën private të këtyre. Pse ke cënuar privatësinë sipas tyre? Sipas tyre, publikimi i rrogave është informacion sekret, që nuk duhet të dalin në publik. Ti çka ke për të thënë? Unë kam 3 lajme këtu. Lajmi i parë është ky lajm i publikimit të rrogave të gazetarëve që në 2021. Kjo është e gazetës Tema, po, vazhdo ndërkohë. Shifrat publikohen nga rrogat e gazetarëve në Shqipëri, ja kush janë më të paguarit. Është një artikull që kam përshtypjen është datës 2021. Po. 22 dhjetor 2021, ora 6:08 minuta. Po? Lajmi i dytë është publikimi Gazeta Sot. Po. Publikimi i rrogave të Ramës, Metës edhe gjithë drejtuesve të institucioneve të drejtësisë. Okej. Edhe kjo është e datës 22 dhjetor 2021. Po. Të dyja në Gazeta Sot. Po. Ti ke printuar ndërkohë. Po. Java News. Ky është një lajm që shumë pak e din. Ky lajm ka të bëjë me
përpunimin e të dhënave që i është bërë të gjithë njerëzve që punojnë në shtet edhe në privat. Dhe në këtë lajm thuhet që është një punonjëse e Ministrisë Financave që është marrë me përpunimin e të dhënave dhe quhet Mimoza Seraj. Po? Dhe kjo punonjëse ka punuar në Ministrinë e Financave, që është marrë me përpunimin e dhënave të gjithë rrogave të gjithë shqiptarëve, rreth 600.000 shqiptarëve. Dhe në këtë del një material nga Exceli, nga databaza Exceli që është e publikuar në 2021. Ky material nxjerr faktin që është kjo punonjëse e Ministrisë Financave. Që i ka publiku. Po, që i ka përpunuar të dhënat. Dakor, tani çfarë janë këto? Pse i ke sjell këto tre lajme për i publik që nuk e kupton çfarë do të thosh? Kjo është për të rrëzuar pretendimin e parë që unë e kam poseduar këtë databazë dhe kam publikuar unë i pari. Qartë. Pra këto janë informacionet prej ardhura në këtë rast. Po. Okej. Pretendimi tjetër? Pretendimi tjetër është që padicët nuk janë pjesë e Sorosit. Nuk janë pjesë e Sorosit? Po. Unë këtu kam... Pretendojnë ata që nuk janë? Unë këtu kam disa materiale që duhet i shpërndaj me publikun. Po. Kjo është Qendra Aleanca për Zhvillim. Që drejtohet nga? Mirela Arqimandriti. Po, dhe çfarë ndodh? Unë këtu kam nga Internet Arkiva, nga Arkiva e Internetit Botës, kam një material të vetë shoqatës. Po, që është, qa thot? Këtu janë gjithë donatorët. Që është, kush është donator? Donator, një nga donatorët kryesor është edhe Fondacioni Soros. Po, nxirrën ekranat. Okej. Faqja e dytë. Në rregull. Eci. Dhe Sorosi minimalisht që nga viti 2006 deri në vitin 2010 ka financuar si zyrtarisht Qendrën Aleancës Gjinore për Zhvillim. Po ti po flet zyrtarisht tu? Po. Okej. Janë materiale të fshehura nga interneti. Nga interneti. I ka fshehur interneti. I kam fshehur këta nga interneti. Okej. Ecim. Këtu kemi pjesën e fal një sekond. Kemi edhe organizatën tjetër që është Qendra e Gruas që drejtohet nga Ines Leskaj. Po, qa është ai dokument? Një Qendra e Gruas, Andrea. Është Aleanca Gjinore për Zhvillim, rrjeti i Aleancës Gjinore për Zhvillim. Këtu është nga faqja e Fondacionit Soros, që në vitin 92, që është spin-offi i Sorosit kjo organizatë. Dhe pretendimi tjetër është që këto janë aktivistët të grave, të drejtave të grave. Unë këtu kam një mal me materiale që po nisim nga Mirela Arqimandriti dhe kam marrë nga faqja e Xheni Karajt këtë material. Ky është material që Mirela Arqimandriti bën thirrje në 2016 për të marrë pjesë në paratat e LGBT-ve, organizatave që organizojnë paradat LGBT. Këtu kemi Ines Leskaj nga Aleanca LGBT, faqja e Aleancës LGBT, Ines Leskaj që po prap në vitin 2022 bën thirrje për të marrë pjesë në paradën e organizuar nga organizatat LGBT. Këtu kemi po prap një grup të ambasadës Pink në Facebook që kemi Ines Leskaj që është bërë tag nga Altin Azizej në këtë grup, në këtë postim. Këtu kemi po prap Qendrën Aleanca Gjinore për Zhvillim me postim në Facebook për paradën LGBT në 2025, një vit më parë. Këtu kemi në 2021 një vizit të një përfaqësuese të OSBE-s në 2021 tek Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim, ku thuhet që ne kemi diskutuar për të drejtat e komunitetit LGBT. Dhe
këto janë prova që të zojnë pretendime të... Këto 3 pretendime që Po. diskutove. Okej. Avokat, ç'mendon për këtë çështje? Mendoj atë që kam menduar gjithmonë dhe që kam thënë gjithmonë. Fondacioni Soros ka krijuar spin-offet e veta, i ka financuar, i ka krijuar me stafet e veta dhe i ka hedhur në shoqërinë civile duke si organizata të pavarura, që janë fakt krijesat e tij dhe Andrea aty disponon dokumentat mjaftueshme, por ka disa dokumenta tjera që Andrea i ka, që unë i kam në dosjen e mbrojtjes Andreas në gjykatë penale, ta theksojmë këtë gjë. Gjykat penale. Gjykat penale dhe për Andrean kërkojnë 3 vjet burg dhe 30 milion lek nga Andrea. 3 vjet burg dhe 30 milion lek. Ata kanë referuar ca nene absurde, mbasi e bën një kallëzim në polici për të friksuar Andrean. Po, e kemi diskutuar bashkë. Sashi erdhe në fazën e dytë. Tash ajo që nuk kam kuptuar, unë sinqerisht ta them këtë gjë është që nga që njoh Sorosin shumë mirë, habitem në idiotësinë që kanë bërë. Andrea do jetë një hero në këtë histori, po jo sakrifikues. Në këtë rast Andrea do jetë një person që do jetë përballë tyre, do t'i zhbëjë ata, sepse pretendimet e tyre janë absurde, që thonë që Andrea na ka nxjerrë rrogat. Kujtoj që birni i Sorosit, kolegët e tyre më të ngushtë, kanë bërë projekt për gjetur rrogat e gazetarëve dhe aksionet e televizioneve, pra të drejtorëve. Domethënë ata kanë bërë projekt me para të huaja për të nxjerrë publikisht rrogat e tyre dhe aksionet e tyre e drejtorëve të kompanive televizive në Shqipëri. Dhe unë kam dhe projektin e tyre, kur e kanë bërë se e kanë bërë. Absurdi që akuzojnë Andrean që thonë që na ke publikuar dhe na ke marrë si thosh të drejtën private, ka gjë që nuk shkon. Pse? Po rrogat vërtet mund të jenë private për çdo qytetar. Por në momentin që ti këto rroga i ke për të bërë një aktivitet publik dhe ti të dalësh në rrugë dhe të na thuash ne që fëmijët tanë do të bëhen gay nëpërmjet programeve në shkollat 9-vjeçare. Dhe më fal të them diçka. E diti që kjo organizata Aulon është ajo që ka botuar librat për të edukuar mësuesit se si të bëjnë djemt androgjen, si të edukojnë për ndryshimin gjinor në 9-vjeçar. Këto i kam nxjerrë 2010 unë ke të Vëklan. Dhe u kam nxjerrë dokumentat me këtë organizatë, me këtë që kanë akuzuar Andrean, këtë krijesë të Sorosit. Ajo që është absurde në këtë histori, që më ka habit, po më thonë drejtën, mire kanë bërë që kanë bërë Andreas këtë gjë, që edhe ne të kemi mundësi ligjore për t'i demontuar totalisht këta njerëz, ka të bëjë me faktin që këto janë aktivistë drejtave të njerëzit, më dëgjon Aulon. Po. Çdo të aktivistë drejtave të njerëzit. Ja pra i nxorri. Jo, është më rënd kjo që duhet të them tash. Aktivist të drejtave të njerëzit do thotë të mbrosh të drejtat e njerëzit apo jo. Këto po mbrojnë drejtat e vetes tyre kundër të drejtave të njerëzit. Ç'do thotë? Po sulmon një aktivist qytetar që flet për drejtat e njerëzit, duke i dalë për zot vetes tyre në kundërshtim me parimet e tyre. Pse? Se këto do të mbrojnë qytetarët nga sistemi apo jo? Po kush është ligji që kanë përdorur që është më i rëndi fare? Ka të bëjë me shpifjen. Kush është debati këtyre ditëve? Dekriminalizimi i shpifjes apo jo? Pra këto që duhet ishin në krah të dekriminalizimit të shpifjes, se kanë marrë para 30 vjet për këtë gjë, që të dekriminalizojnë shpifjen. Këta tani po përdorin armët e pushtetit pikërisht për të intimiduar aktivist, pasi këto nuk janë në rastin konkret si aktiviste, janë si individ të cilët janë cënuar se kanë publikuar rrogat, ma kuptove logjikën. Pra këta po përdorin ligjin e shpifjes, që po diskutohet për dekriminalizim, po kjo është absurde. Vazhdojmë. Problemi më i madh që kanë këta me dokumentat e Andreas është që këto do vërtetohet publikisht, që këto janë krijesa të Soros. Po nuk do të luftohen me dokumenta që i sjell Andrea, por që ata i kanë publike dhe i kanë fshehur pa e kuptuar që po e bëre një publike nuk fshihet më kurrë. Pse? Se ekziston një arkiv botërore online që çdo që të fshish ti Aulon, çdo që të fshi unë Aulon, çdo që të fshi Andrea, aty gjendet prapë. Unë për shembull kam të gjitha të dhënat e mia të vjetra që për fat keq nuk kam para që t'i mbaj online, po sa i dua i gjej aty se aty janë truajtur dhe i bëj link dhe i nxjerr publikisht. Ato kanë harruar që gjurmët e tyre janë në Fondacionin Soros, në faqen që është fshirë e Fondacionin Soros, edhe e para Aulon, edhe e dyta, më dëgjoj se kjo është e re për publikun. Fondacioni Soros ka pas 2 faqe, 2 emra. Një quhet Soros.al dhe një quhet Osfa.al. Mbasi zhdukën Soros.al, zhdukën pastaj edhe Osfa.al. Ata nuk kanë më faqe, e diti këtë gjë. Ata nuk kanë faqe online. Sepse i kanë fshehur, i kanë zhdukur, që të zhdukin gjurmët e tyre, por të gjitha gjërat aty ku i ka Andrea. Kjo organizatë është krijuar në vitin 2000
nga fondacioni Sorosit, spin-off i Sorosit, që gjendën një dokument që quhet Historia 30-vjeçare e Sorosit në Ballkan. Ku aty thuhet që kjo organizatë është spin-off i Sorosit. Ata e thojnë vetë. Çfarë do të spin-off ta kuptojë publiku? Fondacioni Soros krijon një program të vetin me zyrë të vetën, pastaj kësaj heq spinën e Sorosit dhe e çon gjykat sikur është më vete, por e njeh që është e themeluar nga Sorosi. Pra themeluesi është Sorosi. Dhe këta kanë thënë Andrea, si do paguash 30 milion lek, do bësh 3 vjet burg, se na kanë nxjerrë në rroga. Çfarë tregon kjo? Shkallë më të lartë represion dëgjuar në 35 vjet apo jo? Kemi në një rast si ti je gazetar. Di në rast në Shqipëri që kështu mbrohen drejtat e njeriut në fakt. Pra këta kanë bërë aktin më të rëndë represiv në historinë e 35 vjetëve, këta që janë aktivistët e drejtave të njeriut. Kush është pjesa më qesharake e padisë tyre në gjykat, ka të bëjë me faktin që ata, duke pretenduar se Andreu ka shkel privatësinë dhe ka shpifur për ta qenë të Sorosit, se këtu e kishin akuzë kryesore, që ne semi të Sorosit, dhe Andrea i ka nxjerrë këtë në lidhje me ligjin për barazinë gjinore, që është debati më i madh publik dhe po bëhet dhe mbledhje fytyrë për referendum në Shqipëri. Ato janë me dokumenta zyrtare, financiare, që janë dëndur me para për këto qëllime, po jo për të mbrojtur drejtat e njeriut, po për të mbrojtur një agjendë satanike, e them satanike, të shkatërimit familjes, sepse kjo agjendë në thelb çfarë është? Kjo agjenda shkatërimit familjes, ti themi djemve bëni vajzë, vajzave bëni djem, në thelb është satanike. Vetë kjo ideologji, vetë kjo agjendë botërore tashmë në të gjitha rastet konsiderohet nga të gjithë ne konservatorët satanike. Pse e theksova këtë fjalë? Për të thënë publikut që këta nuk i shërbejnë drejtave të njeriut, nuk i shërbejnë interesit të Shqipërisë, as fëmijëve shqiptar, por këta i shërbejnë Sorosit dhe ti shërbej Sorosit do të shërbej Satanit. Okej. Andrea, kur është gjyqi? Në 9 shkurt. Okej, ora 10:30. Me datë 11 e kam unë me Erion Veliej, ndërkohë. Më fal, pak ditë më vonë ka edhe Dorina Mema, gjyqin po me këto kategori. Qartë. Do më thonë jemi në... Jemi të gjithë. Unë e kam muajin tjetër. Po ti ke jetë që po gjyqe bu. E kemi kështu nga javë secili, na ka ndarë me javë. Ne jemi rishtar, e kuptoj. Andrea, pse mendon ti, në rast se nuk ke ndonjë gjë tjetër me shtu për provat? Në rast se ke vazhdo sepse kam pyetje personale pastaj. Unë këto kam një pretendim të fundit. Po. Unë publikimi i rrogave të këtyre ose shpërndarja e rrogave të këtyre u ka cënuar nderin që nderje, rroga nderje, pse shiko, te ky kallëzim që më kanë kallëzuar janë komentet e njerëzve që unë i kam. Po i kam dje komentet. Jo, po shgallat se ka çun pa dije ata. Tashi këto janë komentet e njerëzve te postimi Facebook, rrjetet sociale, po. Tashi Andrea, më fal ti akuzosh dhe për ato apo jo? Po pra. Po më fal. Pra t'akuzojmë se njerëzit kanë bërë komente të faqe jote. Po, ka dhe Po në diçka. rregull po ashtu po i themi këtij ta mbylli Facebook-un. Jo, Si e kanë? ka dhe diçka. Unë kam përdorur termin mercenar të Sorosit. E ke të vërtetuar Andrea, me 100 dokumente. Mercenar që do të thotë? Njerëz që paguhen nga Po, Sorosi për me bëj luftë, që janë njerëz me pagesë. Unë kam hyrë tek faqja online e fjalorit gjuhës shqipe dhe kam marrë fjalën mercenar. Po pra. Kuptimin e fjalës. Që është një ushtar me rrogë në shërbim të një shteti apo të një ushtrie të huaj. Qartë. Pra, këto e marrin si ofendim. Në Po jo, fakt ma fjala ajo është term e njohur botërisht. Shumë ushtarë tillë kanë luftuar për shtete të tjera. A janë këta ushtarë të Sorosit? Po jo. Po jo. Unë e kam për ata që nuk e din. Për ata që nuk e din, ky është termi mercenar. Këto e kanë si fyerje, ti quash mercenar. Ndërkohë fyerja më e madhe që u bëhet është shqiptarëve këtu, sepse është edhe degenerim i shqiptarëve, sepse këto po planifikojnë dhe unë kam materiale të reja që do t'i nxjerr, ku ka Gjeni Karaj, Altina Azize dhe shumë organizata të tjera që kanë marrë miliona euro nga Bashkimi Evropian për një program të Bashkimit Evropian nga 2021 deri në 2027, dhe këto e kanë me hapa agjendën LGBT. Dhe përcaktojnë hap pas hapi deri në 2027, pik pas pike se
çfarë institucionesh do të përfshihen në Republikën e Shqipërisë dhe si do të përfshihen në këtë agjendë ku të përfshirë është edhe Ministria e Arsimit. Si do përfshihen për shembull? Do bëjmë programe në për shkollat e fëmijëve. Do futen këta në përshkollë. Në për kurrikule. Është ky ligji pra, që Po. do kaloj tani. Jo vetëm ligji, Aulon, ai ka dokumentin e publikuar nga ata, po jo këtu publik që ta marrë veç gjithë shqiptarët, që kanë marrë para këto programe Po, pra. për të realizuar një agjendë. Dhe Andrea po shpjegon E kuptova. se si do shkojnë shkolla, si do shkojnë Si do institucione. implementohet? Është avokati Pollpit, është Ministria e Drejtësisë. Kush avokat? Ky? Po, Endi Shabani. Për ne u zgjodh ky për këtë punë u zgjodh? Shabanica e Sorosit, pra. Qartë. Tani, Andrea, sepse jemi në minutat e fundit, nuk e di Altin kena i gjë për të shtuar në Jo, raport me këtë Do çështje. shtoja vetëm një gjë që shqiptarët duhet ta kuptojnë që e lufta me djallin dhe lufta me komunizmin do mbarojë ditën e gjykimit. Qartë. Andrea, pse mendon që je godit ti në këto momente? Dhe pyetjen e fundit e ditës do ta bëja, do të rriqesh apo jo? Po rrim te kjo. Sepse unë po goditem nga ajo që po u bëj këtyre, edhe unë po u bëj një gjë shumë drejt në sytë e çdo shqiptari, që është transparenca financiare. Aha. Dhe Po këtyre po ju preke parë ta, domethënë Po. bëhen shumë agresive, çojnë gjykate. transparenca financiare është antidoti i sorosizmit këtu në Shqipëri. Po pra, po ti po i nxjerr rrogat mercenarëve në këtë rast, Po. domethënë. Do të rriqesh, Dhe vazhdoj akoma më tepër. do vazhdosh me Po. dokumente të tjera. Po. Okej, unë mendoj, nderuar miq, që kjo lloj lufte që ka nisur ndaj aktivistëve, të cilët janë të pakapur, kujdes, në Republikën e Shqipërisë, që luftojnë nga vetja. Janë një lloj aktivisti i pa sponsorizuar, i pa mbështetur, janë fakt specie në zhdukje që kur mendon me vete pse lufton, atëherë ty të shfaqet vetëm Zoti në sfond. Ndërkohë kur e mendojnë ata që janë këto psikopetër për neve, ndërkohë që jemi Avokati është pa lekë Andreas për Po shkak. pra, ja. Po të kisha qenë avokati i tyre, pra ata do më kishin dhënë një shifër shumë të madhe parash, Patjetër, bra. se kështu funksionojnë. Andrea nuk e paguan kush, Altini se paguan, Auloni se paguan Çfarë do kush. paguajnë Ky është këta? aktivizmi. Këta janë gjithë mercenar. Këta e kanë me pagesë aktivizmi. Ja, me këtë du ta mbyll, vetëm me këtë mesazh du ta mbyll. Ndërkohë, nderuar miq, ju kujtoj që ky emision ritransmetohet edhe nesër në orën 14:30 minuta dhe gjatë fundjavës. Ndërkohë tani edhe me ndihmën e regjisë do doja të ndiqnim një protestë e cila ka shkuar në ditën e 4 të saj, 4 ditë bllokim rrugët. Banorëve të Luzit kërkojnë vetëm një gjë, rrugë. Nuk kanë rrugë. Pra, rreth 80% e biznesit ndërtimit në Shqipëri kalon pikërisht në këtë rrugë, 1.5 kilometra. Ndërkohë që asfalti duhet të jetë 25 cm se kalojnë makinat e tonazhit të rënd, ja u kanë nxjerr jetën banorëve, duan t'i përzejnë nga shtëpitë e tyre. Kalamajt e vegjël dalin nga shtëpia të larë të pastruar nga nënat e tyre, shembullore të Luzit, dhe arrin me baltë, rrozohen nëpër trotuare. Tani kamionat nga që është prish rruga hypin nëpër trotuare, kanë prish të dy anët e trotuareve, edhe kanë bllokuar rrugën se nuk kanë rrugë tjetër, çfarë më bë. Prandaj thirrja ime është për këtë drejtorin e ARSH-s. Ta marr makinën e vet, që nuk e di çfarë shifre ka, 300.000 euro, 200.000 euro, 100.000 euro, me sa lëvizin këta. Në rast se kalon atë rrugë, unë i pari tërhiqem. Nuk dal më në protestë. Po ta provoj herë. E para, e dyta, nuk zgjidhet me çakull kjo punë. Mos sidhni çakull, duhet asfalt. Duhet asfalt. Është një rrugë që kalojnë 2000 kamiona në ditë. Kujdes, gjithë kullat e Tiranës, gjithë betonizimi i Tiranës e ka burimin atje se merret çimento, janë 2 fabrika çimentos, fabrika tullave, guroret etj. Pra, duhet parë rruga dhe duhet ndërtu rruga. Unë e di që keni halla me firmës tani, se jeni të kap nga skandali Belinda Ballukut, aty edhe roja nuk del nga kolibja, jeni mçef gjithë. Problemi është që duhet zgjidhje konkrete, se banorët do jenë aty, do bllokojnë kryqëzimin, pastaj do bllokojnë autostradën. I ndjekim këto dy materiale dhe ju lë takim në radhës të mërkurën e ardhshme. Natën e mirë. Edhe sot jemi me banorët e Luzit, kanë dalë për drejtën e tyre legjitime për rrugën. Edhe javën e kalume kanë bërë paralajmërime që do bllokohet rruga, edhe sot e kanë bllokuar rrugën, sepse janë drejtën e tyre. Kjo është një protestë jo politike, është një protestë vetëm për drejtat e tyre qytetare. Kemi pa që në gjithë Shqipërinë po bllokohet rruga, po bin masiv dheu, ndërkohë këtu është një problem tjetër. Para 15 vjetësh ta burra edhe ca tjerë që s'janë më njetë kanë dalë tu me blloku rrugën që ky aks mos bëhej, sepse është rrugë lagje, kjo është rrugë fshati. Luzi ja dha këtë rrugë qytetit Fushkrujës, qytetit Krujës, po edhe gjithë Shqipërisë. E boni këtë sakrifisë dhe ja dha rrugën, dhe ta lejnë Luzin këtë lloj forme është krim.
Prandaj është e drejta këtyre banorëve jo me dalë në protest, po me bë akte tjera edhe më të dhunshme, sepse këtu duhet i përgjigje. Prandaj bëj thirrje nga Luzi ARSH-s, autoritetit rrugor shqiptar, se e dim se në çfarë skandalesh është përfshi kohët e fundit, vi këtu ai drejtori edhe të shoh rrugën. Në rast se kalon makina ati këtu, atëherë t'ju thot luzianëve që të kalojnë edhe makinat e këtyre, se janë bë makinat çdo ditë për servis. Gjithë bizneset që janë këtë zonë janë totalisht të rrënume, të dështume. Ai Bedriu që ka atë lavazhin duhet ta myll se nuk ka kush e la makinën këtu. Luli që ka servisin atje si vjen më kokër makine as nga Lezhë as nga Laçi. Pra janë duke falimentuar edhe dyqanet e tjera, se s'ka kush ble këtu. Është rrezik permanent për fëmijët e shkollës që janë këtu, fëmijët e Gjon Lukës, kësaj shkolle të mrekullueshme që kanë nxjerr talente gjithmonë, është rrezik sepse s'ka i mbikalim. Kalamajt kalojnë këtu për ditë për me shku te shkolla edhe janë kamionat që rrezikojnë jetën. Nuk bëjnë dot i mbikalim hekri nga këtu për ta nxjerrë direkt te shkolla. Këto janë kërkesa të cilat janë legjitime për këta njerëz. Çap po kërkojnë? Po kërkojnë luks me ashtruar me flori, jo më vlladun asfalt edhe asfalt cilësor. Jo me ardhu, me hedh çakull e granil që me shiun e radhës e merr lumi edhe bie poshtë. E njëjta situatë është edhe te Luzi tjetër, te Luzi poshtë. Është rruga e cila është skandaloze. Prandaj u rregullu çështja e ujit atje, se e kanë hap rrugën edhe nuk e kanë mbyll dot. Pra as aty nuk hedhin dot asfalt. Duhet asfalt i trash. Duhet asfalt me standardet europiane, sepse këtu kalojnë kamionat dhe është një rrugë që do prishet. Prandaj ARSH-ja duhet vi këtu, ne do bëjmë shkresë, se kemi radhë dakord bashkë me banorët, do firmosim banorët, do kërkojmë informacion se ku çalo kjo pjesë. A është miratu fondi për rrugën e Luzit apo jo? Në rast se nuk është miratu, a do miratohet dhe kur do miratohet? Se nuk do vazhdoj pafund. Banorët kanë nërmend me e përshkallëzu protestën. Policia sot ka bllokuar rrugën hyrje të fshatit Luz djathtas edhe këtej nga ana autostradës dhe ka deviju trafikun. Dhe ta kuptoj qyteti Fushkrujës që nuk ka pru sot përfaqësues këtu, ta kuptoj se çfarë është trafiku Luzit. Se kanë hyrë kamionat në Fushkruj sot. Sot i ke kamionat në Fushkruj. Edhe është bo super trafik. Mirë që është trafiku mëngjesit që shkojnë në përpunë njerëzit e në për shkolla, po kanë çu gjithë kamionat për Fushkruj. I bëj thirrje edhe biznesit madh që të futet në bisedime me bashkinë edhe të gjej zgjidhje, se mund gjeti zgjidhje tjetër që ta shtrojnë këto fabrikat që veprojnë këtu, që ja morën shpirtin këtyre. Mirë që po japin, ja kanë shkatruar rrugën, po ngrehet edhe pluni. Në ver këtu nuk kalohet, sipas asaj rruge që është. Gratë e Luzit që unë i kam pa, kur kthehen nga puna, nga fasonerit në orën 4, thyjnë qafën nëpër trotuare. Kjo është situata këtu, sepse është balta deri më gjuhë. Janë gropa të cilat duan një përgjigje nga ARSH-ja. Do e bëjmë këtë shkresën, edhe normalisht gjitha banorë do marrin përgjegjësitë e veta për me pa në formë tjetër proteste. Mos ju vi habi që do bllokohet autostrada. Nuk do rrim më këtu. Në rast se këta nuk japin përgjigje, se thanë fillim dolën një orë, nuk do dalin, mo ja ku jemi prap. Ja po dalin pra, se këta kanë seriozisht këtë punë, se po kërkojnë rrugën, nuk po kërkojnë në i gjë tjetër. As me rrezu qeverin as i gjë, duan me ushtru rruga, shtroni rrugën, nuk dalin protesta, vazhdojnë punë të veta. Edhe ne kemi punë tjera. Prandaj na kanë detyruar këtu me dal. I bëjmë thirrje ARSH-s edhe herë tjetër, unë do ja çoj edhe me i DVD, me i disk gjithë rrugën. Edhe ai zotnia ka ardhe ka filmuar sot me dron për me kuptuar se si është rruga. Nëse makina drejtorit ARSH-s kalo këtu, në rregull po tërhiqen të gjithë. Faleminderit. Banorët e fshatit Luz të Fushkrujës kanë dalë për herë të tretë në protestë për gjendjen e mjerueshme në të cilën ndodhet rruga e fshatit. Protestës janë bashkuar edhe nxënësit e shkollës së fshatit, të cilët kanë bojkotuar mësimin në shenjë mbështetje për kërkesat e komunitetit. Banorët shprehin se situata e rrugës është bërë e papërballueshme, sidomos gjatë kushteve të vështira atmosferike, duke rrezikuar edhe sigurinë e tyre. Kjo sot është ditë e tretë e protestës. Djegi në pas bloku rrugën, shive qa ka ndodhë. Ka ndodhë i qakëll, me këtë lë qakëll si ka ndodhë, të e kompë edhe i bje kalamojve. Nuk ka shtres rrugë kjo. Sa kina hikne, kanë ardhe kanë shtru. I bëj thirrje din të ashtën me asfalt. Kjo nuk ashtu. A të ashtu kjo? Që? Shife, qa kjo? Këtë të komen, këtë lë guri. A kap kamioni, nuk ka punë se makinë e vogël. Kjo kamioni. Kap kamioni të komen. Dhe kalamajt i pjesë e kalamajve nuk ka shkon në shkollë. Jenë bashku këtu me ne, si për nejna bashku për kalamajt. Si vinë kalamajt në shkollë, si na ku ma shtu. Unë për 300 metra rrugë, si ja kam rrugën që to, për 300 metra, do të bëj 3 kilometra, për me përfundu që të ke rrugë tjetër. Pse, si nuk vitë më shtu rrugën e ta.
Taksat e makinës që më t'ja paguajt unë. Kam 3 makina si paguaj taksat. Na japën një afat. Na cakton një afat kur do mbarohet rruga ose kur do fillohet rruga. Ta dinë kur ta shtonë. Ka pas një reagim nga... Asnjë lloj reagimi nuk ka ashtu. As bashkia, as kërkuni s'ka ardhur një për shembull me këto me thonë, po do ta bëj që të rrugë. Edhe fëmijët kanë zgjedh për mi u bashku baballarëve tyre për mos me shku në shkollë, por për me dalë tu dhe me protestu për një drejtë lishme. Është e drejta e tyre për me kërku rrugën, sepse kputcët e tyre siç e shikoni janë me balë, vishen edhe mbathen shumë mirë nga nënat e tyre në shtëpia dhe dalin këtë lloj forme këtu. Dhe shikojmë se çfarë ndodh edhe për mungesën e një mbikalimi. Pra, jeta këtyre voglushve rrezikohet çdo ditë për me kalu nga njëra anë e rrugës për me hyp te shkolla sipër. Detyrohen prindrit, ata që kanë makina, sigurisht që t'i marrin t'i çojnë deri te dera e shkollës. Një mbikalim me konstruksion hekuri. Kjo është kërkesa dytë. Kërkesa parë sigurisht është çështja rrugës. Rruga është kryesorja, gjithë makinat e tonazhit të rënd që kalojnë në Luz, mbi 2000 makina në ditë, sepse është një rrugë tregtare e fabrikave të çimentos, e fabrikave të ullët. 80% e biznesit të Shqipërisë, ato kullat që mbi në Tiranë e kanë burimin nga çimento këtu dhe shiko se si e kanë lënë rrugën. Si pasojë e protestës, 10 kamion dhe mjetet e tjera janë bllokuar në këtë aks rrugor. Banorët deklarojnë se do e vijojnë protestën dhe bllokimi i qarkullimit deri në momentin që të merren masa konkrete për rikonstruksionin e kësaj rruge.